Por dallim nga zgjedhjet e kaluara kur bën të thirrje për unitet si presidente jo partijake, këtë herë Vjosa Osmani është ajo që do t'i prij listës së Lidhjes Demokratike të Kosovës, parti kjo nga e cila është i larguar e që disa nga bashkëpartijakët e quajnë edhe si shkatërruese të kësaj partie. Vjosa Osmani do të jetë bartëse e listës së Lidhjes Demokratike të Kosovës në zgjedhjet e 7 qershorit, ku pas saj me numrin 2 vjen kreu i kësaj partie Lumir Abdigjiku. E radhitje poshtruese kësaj radhe kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku siç duket ka tentuar t'i bëjë deputetes Hykmete Bajramit e Abdullah Hotit apo dy opozitarëve më të zëshëm nga legjislatura e kaluar nga LDK-ja, që të dy s'janë përfshirë në top 10-shën e kandidatëve për deputet. Këta të fundit nuk ishin të pranishëm as në mbledhjet e kaluara të kryesisë dhe nuk bëheshin pjesë e bashkimeve me Vjosa Osmanin. Dyshja e kanë treguar qartë kundërshtimin e tyre ndaj rikthimit të Osmanit, duke theksuar se ajo i shërbeu Albin Kurtit për 5 vite. Në anën tjetër, LDK ka vlerësuar se lista bashkon përvojën politike me energjinë e re, duke përfshirë kandidat nga fushat të ndryshme akademike, profesionale dhe qytetare, si dhe përfaqësues nga diaspora dhe rajone të ndryshme të Kosovës. Në top 10-she, LDK-ja si përqëli ka përfshirë Doarsa Kicën, e ardhur nga vetëvendosje, e Jeta Statovcin, e ardhur nga lista Guxha, aderimin më të ri në LDK. Aty gjithashtu të renditur goxha lart në listë janë edhe të tjerë të ardhur në LDK, siç janë Albena Reshitaj, që dikur ishte në AKR, dhe më pas në AAK, dhe më pas në listën Guxha e tani në një listë bashkë me LDK-n, ndërsa i pari nga fundi i listës është Paris Guri. Partia ka theksuar se kandidatët e saj synojnë të ofrojnë më shumë stabilitet, siguri dhe shpresë për qytetarët, ndërsa zgjedhjet e 7 qershorit i ka cilësuar si dita e ringritjes së madhe.